Njerë urejt në vejnë bark i komunikimi shkurtër. I shkurtër është fjalla, po me sa duket do kemi paksa me gjatë se herë të tjera urejtjet në zerë koha që të mos të i kalëm limitet e kohës që në lejojnë rrjetet sociale. Do me thana ditë 13 minuta, diçka e tillë. Urejtjet të mos kalim me tutje, do përpiqemi që të mos i bjem shkurt, por as të mos i lem gjërat pa i thënë. Në radhë parë do i njoft me 2 përgjigje nga gjykata e lartë, të cilat do i bëj edhe atje mund t'i kaloj në foto, por fillimisht do njiheni këtu janë 2 përgjigje që më kanë ardhur nga gjykata e lartë, të cilat flasin që njëra thotë nuk është shqirtuar kjo çështje, tjetra nuk janë pjesë e asaj procesit dhe nuk mund me jepet të dhënat në teshme, nuk mund të bëhen për mua, nuk mund të me vjen në dispozicion. Këto janë 2 vendimet e gjykatës së lartë për 2 kërkesa që unë kam kërkuar në lidhje me Alfred Belerin. Jo gjë tjetër, ajo për Alfred Belerin unë me rëndësi nuk është vendimi i gjykatës se krimit organizuar dhe korrupsionit, sepse ata e kam marrë nga SPAK dhe mua më ka ardhur ai. Ja ku është. Këtu është vendimi i gjykatës për çështjen e vjedhjes së votave. Kjo më ka ardhur. Kjo nuk më duhet. Kjo është duke u gjykuar, është për të gjykuar në Strasburg. Kjo që shikoni këtu para kamerës, kjo është për të gjykuar në Strasburg. Këtë ka quar ai për të dalë pa fajshëm në Strasburg kur është kapur me vjedhje votash në Himar. Pra këtë vendim unë e kam. Unë duke kërkuar një vendim tjetër. Vendimi tjetër, i cili duhet mua, është vendimi i vitit 2006, sepse kanë kaluar thuajse 20 vjet dhe zakonisht ato dokumenta mund të futen në arkiv, është vendimi i dhënë pasi ka gjetur flamurin, ka nxitur rrjetën etnike dhe ka në përkëmbur jo vetëm në Shqipërinë, dinjitetin ton, integritetin ton, edhe gjithçka tjetër simbolit tonë kombëtare. Për këtë është në vendim Fredi Beleri, ai vendim ka qenë me burg, mirë po ka shkuar në Greqi, ka pritur derisa i kanë kaluar afatet, domethënë afati i parashkrimit, dhe pastaj ka ardhur në Shqipëri. Në Shqipëri fillon historia pastaj. Në Shqipëri, kur ka ardhur këtu, ai nuk është ndjekur. Një dosje me lidhje me masakrën e Peshkepis, vendimi të cilit është këtu, me Erion Çelën, ja ku kemi. E kemi edhe me vullë këtu, se më ka dhenë edhe Janaq Xega edhe Fiqeri Shehu, i vllai dëshmorit Fatmir Shehu. Mi kanë dhenë të dy, i kanë vendimet këtu me tavolinë originalin, jo me kopjo. Mi kanë lënë përkohësisht. Këto të dyja janë ngritur mbi bazën e një hetimi të ngritur nga prokuroria e rrethit të Gjirokastrës në vitin 1996. Pasi ishin kapur me armët në Tehani Delvinaqit, edhe Beleri, edhe ky Anastasuli, edhe ky Papa, Harallan Papa, edhe Kukaveshi, edhe të tjerë që ishin kapur ata me armët, dhe me armët e tjera që u kapën të Andrea Kukaveshi, të doktori në Athinë, pasi ishin kapur dhe gjitha këto, me disa të dhëna, dhe jo pak të dhëna, sigurisht, ata plotësuar në dosjen e prokurorinë e Gjirokastrës. Prokuroria e Gjirokastrës e plotësoi dosjen dhe ajo dosje ka ardhur duke u paksuar, duke hequr dosje dhe sot nuk ekziston. Ja kjo është. Tani si është e mundur? Mirë, dakor, Berisha e mbron atë, e mbron Belerin, po si është e mundur që të gjitha këto dhëna, jo vetëm të dhëna të dosjes së vitit 1996, të cilat u blodhën nga prokuroria e rrethit të Gjirokastrës, e sa organet e tjera, ajo dosje humbi, po si socialistët nuk kërkuan. Mirë, dakord, hajde të thuan 96, por 97 Berisha ra. Nga 97 deri në 2005 nuk u interesuan njëherë këta socialistët. Dakord, nuk u interesuan atëherë, nuk folën prap nga 2005 derisa erdhën në pushtet, pastaj në 2013 erdhën në pushtet nuk folën prap. Nga 2013 deri në 2015 nuk folën prap. Shkën 2015. Atëherë zgjohen këta dhe flasin. Partia Socialiste qohet atje, se prandaj e sjellin evropianët atë dhe bën këtu me Edi Ramën si don. Jo me ne, se ne shqiptarët si kemi thënë, na bëjnë kokorrosh këtu në mes të Tiranës me një mandat parlamentar deputet i Parlamentit Evropian Fredi Beleri, ne bëjnë këtu kokorrosh në mes të Tiranës, të na rrat pas kampët e këtu. Ashtu s'kam për të lënë, s'kem për të lënë, asnjëri nga ne nuk e lënë atë, se dim se çka bën. Po dim edhe Ramën, po se nuk e dim se kush është Berisha, duke e përkrahur, duke e promovuar,
duke i thënë që është grek, duke patur edhe në krah edhe televizionin e tij, edhe për televizionin e ish kryeministit asaj kohe kur janë bërë masakra, kur janë zhdukur dosjet Aleksandr Meksin, të MCN-ja, edhe të Syri TV, edhe të klani dhe të televizor të tjerë, se njësoj janë, po hajt nga njëherë ben sikur. Teatër është, të shitur janë të gjithë, se po të mos kishin qenë të shitur, të kishin janë këtë masakër të kalon të 31 vjetë, dhe të merë një dhe gjithë si puna ime me atë masakër, që duhet ishte marrë një shtetit e prokuror, edhe sot më thonin atje, isha duke biseduar me avokat dhe me njerëz të mirë njohur në Shqipëri, edhe me njerëz të pjekur, moshe madhe, si ka mosi, thonin ajo, a është vërtet ajo punë që, dhe më thënë, është Beleri thoshin ka qenë në Qipro, në kurs, thot kam qenë në kurs në 94-ën, në prill të 94-ës, ndërsa me 18 mars e me 20 mars, apo në prill të 95-ës, kur u kapën dhe u bën gjyq, atje është parafaqësuar me avokat, se dinte të flisë greqisht. Si e bëri kursin, te kemi pyetur, herë të parë do pyesim edhe ç'është ky paradoks. Dhe mbi gjitha që janë këta avokat, prokuror, këta gjyqtar, këta hetues këtu në Shqipëri, që kur ka shkuar atje ti ke shkruar llogari, ore ti me të çfarë gjuhë pola atëherë, se këto janë dy pohime të kundërta, deponime të kundërta, këto hapin debate të mëdha, se mund të ketë dhe të tjera brenda, prandaj s'ma kanë dhënë dosjen mua. Se jo se jam unizuar, po sa do që t'jetë një njeri i pashitur, e kupton se ku i kanë bërë dredhat njerëzit e shitur. Dhe aty ka njerëz të shitur, ka hetues, ka gjykatës, ka prokuror, ka avokat, ka gjyqtar, ka lloj nga ata, janë të shitur. E gazetar, më shumë sepse gazetarët ato dosjet të cilat unë nuk jam në gjendje të gjej, për shembull dënimin për dosjet simboleve kombëtare dhe për dhënien të urrëties etnike të Belit, unë nuk e gjej dot. Asnjë gazetar në Shqipëri nuk e kërkon atë që të ma jap mua. Unë po kërkoj ndihmë, ma jepni mua, sepse kam qenë në tavolinë me Ibsen e Lezin. Dhe ishte debati jon ka qenë kjo, që të duhet, domethënë jo ç'duhet, thash me thonë ç'duhet ose e bëjnë sikur e lën për të nën kuptuar ajo. Dhe i shpjegoj pse në Lezit i them unë dua për 3 vendime gjyqësore dua të kem 2 nga të 3. Nuk me hynë në punë, sepse i them unë është parimi i drejtësave. Nëse 2 drejtësa janë paralele, atëherë edhe drejtësa e tretë, nëse është paralele me njerëz nga këto 2 drejtësa, është paralele edhe me tjetrën, janë të 3 paralele. Prandaj i them unë dua 2 vendime që të nxjerrë dhe unë konkluzionet për vendimin e tretë. Kjo është. Kemi edhe ajo tjetra, këtu kemi atë për të diskutuar edhe rekursin që ka bërë ankimimin, që i ka bërë vendimit e 81 ka qenë, 81 vjeç ka qenë, ai vendimi që u gjykua në kohë pandemie, u futu hetua në kohë pandemie, në kohë pandemie të bëja të puna asfaltimi, asetimi, asgjë s'u bëj hajri. Dhe në kohë pandemie u fut atje, në kohë pandemie u mbyll, u gjykua dhe u mbyll. Dhe u mbyll e sap me 1 mizore. Mirë po kemi, përveç këtij vendimi, që e ka llogaritur 84 vjeçari se sot kam patur takim me një nga avokatët më të mirë të Shqipërisë. Dhe e pyeta nëse këtu se 74 vjeç, edhe njerëz edhe ne që jemi 3-61 vjeç, kur dhe puna nuk i dihet vdekjes. I them nëse në këtë moshë shkon ç'ndodh, edhe thaj avokati, nëse ai vdes, larg qoftë, e themi 1000 herë, të rroj sa do 180 vjeç i shoh vetë 184. Nëse ai vdes edhe dosja me te. Do thënë, dosja është llogaritur që të shkojë në kalendrat greke. Të mos kemi mundësi ta rihapim ne, edhe tjetër që në gjykatën e lartë, po bën 3 vjet në gjykatën e lartë. Nga viti 2023, kur është dhënë vendimin e GJK, është bërë ankimimi 23 muaj me vonë. Nga prilli, kur është dhënë vendimi i GJK-s, është bërë në shkurt të 2023, nga 2021 në prill, është dhënë vendimi, është dhënë vendimi i GJK-s në 2021, që është mbyllur çështja penale për masakrën e Peshkopis nga Spaku, pastaj është pritur, se pare kush e di se ç'ndodh, dhe e kanë bërë rekurs në gjykatën e lartë fiks 23 muaj me vonë. Ka litruar, nuk ka shtë tjetë, ndryshe, po ne e dim atë mund. Shkojmë me tutje. Këtu është një shembull konkret. Mua më kanë ardhur këto të dhëna në lidhje me masakrën e Peshkopis. Shërbimi informativ i ushtrisë
në 94, me njëherë sa po kanë dalë kanë karantinë ushtarët, janë pyetur njeri pas tjetri, të gjithë ushtarët janë marrë në pyetje. Në Ministrinë e Mbrojtjes, jo në Ministrinë e Brendshme, në Ministrinë e Mbrojtjes, tek Drejtoria e Shërbimit të informimit të ushtrisë, të Drejtoria e Shërbimit Informativ të ushtrisë, jo informativ shtetëror, po të ushtrisë, se ka shërbim sekret ushtria, janë pyetur të gjithë ushtarët, janë marrë atje në di. E dini kush ka qenë në kryet e asaj, se mund t'jetë në Shqipëri, mund t'jetë dhe jashtë, nuk e di. Do them unë, Besnik Islami. Kush është Besnik Islami? Besnik Islami është vëllai i Eduard Selamit. Në 94, ky njeri ka qenë në kryet e hetimeve për të gjithë ushtarët që janë marrë njëri pas tjetrit në pyetje, njëri pas tjetrit janë caktuar në vende dhe janë marrë të gjithë në pyetje, sidomos ata që kanë qenë në Peshkepi, për çka kanë parë, dëgjuar, thënë, lënë, të gjitha. Në krye thashtë edhe njëherë përsëris ka qenë Besnik Islami. Tani kemi lënë një diçka në rrugë për t'i pasi i shtruam këto, tani do dalim te Edi Rama. Se Berisha në thamë, duke përkrahur Bollanën, duke përkrahur të gjitha, ne dim kush është Sali Berisha, çka bërë Sali Berisha dhe ç'përfaqëson ai tani me të keqen e vendit. Po Edi Rama, pse e thamë ne në vitin në gjitha ato vite, që nga 96 deri në 2015 nuk u përmend Ula Menjan çështja e masakrës së Peshkepis. Disa do thonë që ishte interesi grek, u shitë në blenë njëre tjetër, dakord. Interesi grek ka qenë, po mirë pse u prish interesi grek në 2015? Dhe doli tani Partia Socialiste, janë 3 artikuj që kanë dalë. Një e ka bërë Koço Kokdhima të Gazeta Shekulli, një e ka bërë Rudina Xhunga të Gazeta Shqip. Tjetrin është emisioni Gjurmë Shqiptare nga Marin Mema. Këto 3 e kanë futur çështjen në shinat e gjyqësorit, që e kanë futur për gjyq. Këta 3 janë, 3 element. Një, pra Shekulli, i Koço Kokdhimës, Rudina Xhunga, me ato të vetët, të Top Channel dhe të tjerë, që e kanë quar, anturazhi i Ramës janë, që e kanë quar dhe ata ngritur çështjen e Peshkepis, edhe të kapjes në tentativë për në longo kapjes me armë, në Hani Delvinaqit, janë kapur atëherë Beleri me shok, edhe një gjurmë shqiptare nga Marin Mema. Këto 3 kanë shërbyer tamam për të futur në thamë në shinat e drejtësisë, u fut në drejtësi. Po pse? Ç'kërkonte në 2015? Ç'po bërë? Në këtë moment, Beleri duke qenë se kishte shpëtuar nga dënimet e mëpërpashme, me procedura, kishte shpëtuar dënimit që pati Djegur Flamurin, në vitin 2006 ishte marrë vendimi, 2003 ndodhi, 2006 ndodhi, deri në 2015 kishte kaluar të gjitha. Dhe ato të përpashme që i kishte mbyllur atje në Greqi për armët e Peshkepis, që i quajtën sikur janë Peshkepis, tentativa e Longos e gjitha këto, që si ishin mbyllur, ai u bë gati për të bërë kryetari i Bashkisë së Himarës. Në atë moment fillon lufta e Edi Ramës. Pra, mos më mendoni ju se Edi Rama ka patur si çështje parimore dhe kombëtare ndonjëherë për çështjen e Peshkepis, për gjetjen e autorëve dhe të shkaktarëve të asaj masakre, të vrasjes së Arsengjinit, të vrasjes së Fatmir Shehut. Jo, çdo gjë ka filluar kundër Belerit, është hapur gjyqi në vitin 2015. Kur ai po bësh gati të kandidonte për kryetar bashkie në Himar. Atëherë, Beleri e dinte që të gjitha vendimet e gjykatave kanë rënë. Prandaj kishte dalë i lirë e para. E dyta, dinte edhe atë tjetrën që të gjitha fletët e rrezikshme që e dignin nga dosja e hapur në vitin 1996 në Gjirokastër ishin grisur. Duke qenë i sigurt, atëherë unë tamam përballë Edi Ramës. Imagjinoni në 2015 se ku ishte Edi Rama, edhe se si doli përballë Fredi Beleri. Prandaj ju them, mosim kjo klasë politike, jo njeri. Thjesht është me zgjuar Rama dhe nuk del në skenë, kurse ky është me i trash dhe del dhe bën, domethënë del atje. Në skenë tamam edhe plotësisht edhe shifet edhe flet edhe e mburr edhe promovon edhe i bën të gjitha, Berisha. Por asnjëri prej tyre nuk ka pas qëllim kombëtar. Asnjëri prej tyre nuk ka ecur me ideal. Të dy kanë ecur thjesht me klientelizëm, thjesht me interes për karrierën e tyre, se përndryshe
nuk do e kishin lënë prej 96-ës e deri në 2015, 19 vjet të heshturat e dosje, duke i djegur e duke i grisur flet, e duke mbetur i pasbuluar autori dhe autorët e asaj masakre të tmerrshme. Uroj që në ditët në vazhdim të kemi të dhëna plotësuese, shtesë. Do komunikojmë ju vazhdimisht sa të kemi gjëra të reja, të gjithë të mirat.